Kjo lloj reagimes janë më shumë retorik politike, themi dhe thirrje populiste, pasi tregu e kemi parë në vim si nuk operon mbi bazë thirrjes apo mbi bazë bamirësisë apo elementës të tjerë që janë jashtë atij sferës së veprimit. Tregu bankar vetvete qëndron standard atyre çfarë ka vendimarrje për rimarrjen e mbrapsht asaj çfarë jep si në formën e kredisë. Natyrisht që problematikat e sektorit nuk mundet do t'i delegohen sektorit bankar, pra problematikat e sektorit bujqësor apo të gjitha atyre çfarë janë ndërmarrje që përfitojnë, edhe pse mund të garantojnë dhe ne këtu nuk ka nevojë të shkojmë shumë larg, mund të përmendim atë çfarë u hap si linjë kreditimi për sektorin fasonisë, pra për ata që ishin për eksport para disa muajsh, pak a shumë një vit më përpara, të cilët edhe pse u lançua një nismë e tillë që në sektorin fason nuk kemi atë informalitet që ka sektori bujqësor apo në përgjithësi ekonomia e shërbimeve dhe nuk arrit dot për arsye që kanë të bëjnë me ngurtësinë e bankave për të qenë operative pasi kanë një risk të lartë, edhe pse formaliteti mund të ishte më i lartë se sa mesatarja e vendit, dhe nga ana tjetër edhe mënyra se si operojnë vetë bizneset për përfituar ato kreditë të cilat në vetvete kanë atë lloj ngarkese burokratike, domethënë koston e shërbimit e elementë të tjerë që e bëjnë në fund që e gjithë kjo të mos transmetohet si një politikë efektive financimi. Natyrisht për bujqësinë situata është edhe më vështirë, bujqësia vetvete nuk arrin dot asnjëherë të përfitojë nga këtë lloj qasjesh, aq më tepër dhe ndërmarrjet e reja, startupet apo ato çfarë janë të tilla që janë efektive, pasi vetë sektori bankar në vetvete e ka gjeneruar më së shumti atë objektivin e vet të sektorit ndërtimit dhe sektor që janë